Përshëndetje. Ju përshëndes dhe uroj të kaloni mirë. Jam në rrugën nga Kuksi në Has, përse pikërisht Hasi, sepse Hasi është vendlindja e të madhit Tjetër Bogdani dhe patjetër çdo shqiptar për një arsye apo tjetër duhet vinë një herë në vit ta vizitojë Hasin sepse atje ka dalë figura jonë e lartë shekullore. Gjithashtu gjatë rrugës që po shkoj me mikun tonë këtu nga Kuksi, emrin e kishe edhe ti Bujar e kishe. Thjesht edhe po bisedojmë, po shikojmë edhe fshatrat dhe po flasim edhe për traditat që kanë akoma fshatrat e Hasit. Dhe me të vërtetë ajo që na bën krenare dhe ndjehemi shumë të lumtur dhe të themi këto jemi ne dhe kështu duhet të jetojmë, duhet të mbajmë këto virtyte, janë martesa që akoma ne themi se shqiptari nuk martohet fis me fis, nuk martohen në gjakun e tij, megjithse sot brezat e ri po e prishin dhe njerëzit, familjet nuk po shkojnë me njëri tjetrin dhe të rinj nuk po njihen, por Bujari tha diçka me shumë rëndësi. Tha, nëse dikush i vën sy dikujt tjetër e pyet në radhë të parë kush je nga je, nëse është një mbiemër që i përket këtyre fshatrave, siç janë fshatrat e tyre, të rinjt nuk martohen. Dhe pse s'martohen? Ja të pyesim Bujarin pse s'martohen. Dy vërtite kryesore që me të vërtetë dohet të shfaqem me ju. Këto tradita duhet t'i mbajmë kudo që të jemi sepse këto na bëjnë të veçantë nga tjetrit, na bëjnë të veçantë nga bota e jashtme, na bën të veçantë dhe ato që na quajnë shqiptar, që na ruan atë identitetin tonë, në fakt janë traditat tona, janë zakonet tona që duhet i dalin për Zot. Bravo Hasi, bravo fshatrat e Hasit, me të vërtet mahnitëse. Von Kastrat. Sa familje Kastrat ka këtej në zonë Has? Janë që përbon se ka pos shumë. Po Kastratët me Kastratët nuk martohen, ë? Ja, s'ka shanse. Te tash alo s'kam nëjë. S'keni gjuhë fare të martohet Kastrat me Kastrat. Ja. Po edhe në fis nuk bëhet fjali herë. Ja, po. Shkoj ma. Fis e qudna. Po fis është ajo? Kastrate, fis. Pa kërësi sa breza i. Bravo. Është mirë të rashëgohet deri sot, sot janë të uprish në përgjithësi jam të ngjëzuar. Problemi nuk ka ndodhur kjo punë, në alo. Se po shikoj që po prishen shumë, kushriu të ret, me kushrinë të ret po martohen sot në Shqipëri në shumë vende. Do të nes ka ndodhur. Nuk ka ndodhur. Pra, akoma edhe sot në këto fshatrat e Kuksit, në Has edhe këtej, ato që janë gjak që kanë një mbiemër nuk martohen. Për shembull tha që ishte një gjak tjetër këtu me mbiemrin tuaj Kastrat, po nuk janë. Edhe ato ne i respektojmë çka janë në një vllazë. Po si keni asgjë, ato kanë nga diku tjetër. As janë hiç fare, hiç. As të ne nuk martohen, as ta nuk martohen. Bravo, pra, inshallah e majnë gjithë shqiptarët këtë se po hikën kjo trashëgimi sot. Sot po martohen për zonë kushrim me të ret me kushrinë e tretë. Prish alkooli, droga, telefoni. Mase i ka prish edhe kjo, se njerëzit janë shpërdar dhe nuk nifen dhe sot brezat e tretë, të katërt nifen në rrjetet sociale. Allah s'ka ashtu. Se njikin për shembull, pyesin ku je, Kastrat, largohet. Bravo. Si quhet kjo lagje këtu ku jemi? Kastrati. Kjo është Kastrati, ja? Jemi kjo lagje Kastrati. Ishte shumë interesante ajo që thatë për këto fshatra që kishin pas rreth e rreth. Si quheshin ato, cilat fisa ishin? Biqirall, me mbiemrin Morina. Kena bërë shkollën me to. Nuk kena martuar asnjëherë me to. Vetëm pse keni bërë shkollën? Po vetëm kena bërë shkollën. Me gjinët kena marrë ujë. Edhe s'kena pas martesa me to. Pse keni pas një vend, një burim të përbashkët ujë? Përbashkët, se s'ka pas fshatri jonë, e kena bërë. Nga që keni pi ujë në të njëjtin burim me ato fshatra? Me fshatra, me fise, për shembull me lagje, me kështu katune, edhe në qase kena pas gronën që mersh na ujë. Edhe s'kena pas asnjë martesë, asnjë fejes me ta. Edhe sot brezat e ri dhe fëmijët tuaj e mbajnë këtë. Tash nuk ka bëva kike. Bravo, hallalli e bov Zoti. Ose gjinat, biqirall, mbiemër këtë kanë Morina, vetë që kena bërë shkollën me to, se nuk kena martu me to. Se keni bërë shkollën me to? Po, vetë që kena shkollën edhe kena afër katunve të të. Akoma edhe sot e majnë, edhe brezi sot që e majnë këta? Edhe brezi sot e te tash e kanë majnë, atrati. Hallalli e bov Zoti. Bëtyqit janë të Kosovës? Ja, të
Të hasit janë. Të hasit janë, sepse bytyq në përgjithësi janë të Kosovës. Ka, po ka edhe në has. Janë largë Kukësit 5-6 kilometra. Aha. Halal e po sote. Po sot dikur këtu që është prodhu gruri, është prodhu misri, pra sot nuk prodhohet, a? Punëtorët i bikën për hoxha për Kukësi, për puke, për dibra në grumullu prodhimin që e bajke atë, me aksion. Sot s'punon kush ma? Sot s'ka. Sot s'ka mo grun has? As grun, as misër, as boqë, as sëniq, kush ban sa për veti. Edhe gjithë sot hikni a shtetit punojnë? S'ka. Edhe që ato që kanë met, presin e lek për emigrantës. Se shpia pas ka goxha për, se kona që të mdhaja për shikoj? Po janë bosh, shpijat e mija janë bosh. Ja, këtu për shemë janë disa shpia të mdhaja? Po të mdhaja janë, po bosh janë. Bosh janë, a dy plek jetojt? Plak e plak unë kishë. Sa gjuna. Dhe si hapsir, veç se hasi që nga goxha i madhë? Hasi i madhë është, po Renia ka ikë. Renia ka hekë. Pra mëzëqeja e dytë ka ngellë vetëm, është braktisë? Vetëm. Unë nuk pëtam këtë gjanë, janë. Nuk ka gale se hy borç, jeto keq, harxhon lekun vetë boj keq ty. Sa të shkoj 100 veta ndi. E për mi. Sa? Qëtoj ka, poshtru. Edhe është fshatë, a? Fshatë. Po se këto shkoj për Gjaku. Ha, kjo rruga e Qakovës në edhe po. Po e ty një 7 kilometra në qofa. Pa tje pas Karabor, ato bjeshkët qatë bjeshkës janë? Maja Pushtrigit është. Maja Pushtrigit, a? Sa bugur që ka. Atje o flitë ke më bo një spital, me mor oksigen smutit kështu në... A tip sanatoriumi? Aha. Vish me ajër në klimës që ka vejni atje. Aha. Edhe gjithashtu këto është edhe rruga për Bajram Cur, a? Po. Sa largë është Bajram Curi? Po një orë gjysë go. Po. Sa është rruga me këthejsa se... Po. Po kort largë. Po, edhe ka punarin me sa e shtëpia. Si ka punar. Si quhet ky fshati këtu? Sofol. Sofot. Sofol. Sofol. Po. I përket Hasit apo? I Hasit, e Hasit. Hasit, ja fshatrat Hasit. Te ura të kënene janë të Hasit këtë. Do të marrni ditë verë, marr gëzimin. A ka pis bajrastari këto? Po. Mblahen. Quhet ky fshati këtu? To janë shurb. Shurb. Po. Goxha investim pas në shtëpia. Si qendër, po janë me lagje, do të thonë shurbi, bazreki. Duke këto kanë bërë goxha investim me shtëpia të mëdha. Lija. Krejt edhe Anglia. Të zhej punojnë tjerit për ta. Po mos e këta Ka 20-30 punëtorë ka. veç hikin ka. Ka tiki. Të zhej në Angli nuk punon. Unë për vete më donatët që pa lek nuk shkoj. Nuk e ma mandisi. Ja. Se qendër e madhe qendra këtu. Kja qytet. Qytet E Kruma. Kruma, aha. Čega, goxha vëndi ma Kruma.
Aki lek, atë banë një shtëpi aty të punë një trotuar atë në shaq. Lidhi mali drejt me Moje që të natë kom shtëpi, që të në kodë. Oh, po ku ka me katonin me malin dhe të knaqë ose të qytetin. Pastër e mirë, po. Kan dalë në shumë të mërësisë se... Për të tre fëmijët mund është me kështu. Për të tre. Ai thot për shembull shkruaja emrin. Ti thua do më shkruaj për djalin emrin I thua, për filanin, për filanin, për filanin. Për shtëpinë tënde. A kupton? Jo me kalu në faqe tjera. Jo, veç. Po, për fëmijët tu po. Po s'kide. Sa I të pytë të takimo, ti thua kam edhe djalin më shemë, thot emrin, edhe janë do letrat vogla aty, të të shkruja emrin, edhe qatë luti që ta ban direkt për djalin. Po veç për I lutje për I fëmijë. Po, e ba lutin veti ai. Për Nuk qatë e bë për gjithë. ka për shembull ta jep edhe familjarë, po ta jep edhe Këta desha me ditu. A kupton? Ta bo vetëm për I nik. Lutje bo vetë për I nik. po ta shkruaja emrin djalit ja ban lutin. Po ky fshati si quhet? Herhold. Erhol. Herhold. E pasën një 20 shtëpia. Oh, Spitali, shkolla, ka këto fshatra? Roma. Shkollë, s'do ka. Edhe kanë mjek familjar besoj, Po, në çdo fshat. Do ka. Kanë sa me morro. Kujtja jem me nëzi erdhat të ti me t'i thonë veç dy fjallë ose tuje ose leje se ka kush zot mi. Sa gjone janë vëndi të je. Këto rruga për në qanë kostojnë. Trash për kosë. Ana I për tropoj. Për tropoj, ja? Tash I fillo rruga keqe këto. E ka bo shtëpinë të mbjesht të ka hek, ha? Ja, se po të nëna, po të
Jo, mos e hasi që ka shumë i manoj ma se kuksi. Kuksi më duke vogël më tashti. Ase ma hapësirë, po, me njerëzën ma pak. Me hapësirë, si territor. Në mirë e të bërë, ftohtë. I kukë së ftohtë të mberë.